Punimet për ndërtimin e veprës madhore të aeroportit të Vlorës, pavarësisht problemeve të muajit të fundit, nuk janë dalur asnjëherë. Edhe përgjatë muajve që lan pas në kantierin e ndërtimeve është punuar brenda pritshmërive. Blu Televizion ka qenë prezent përgjatë kësaj të enjteje në kantierin ku po ndërtohet një prej veprave më të rëndësishme për jugun e vendit. Nga ajo se çfarë është konstatuar në terren, vije të re se që prej nisjes së këtij viti ka patur shtim të ritmit të punës. Punimet për ndërtimin e aeroportit të Akernis po vijojnë me ritme të larta. Rreth 800 punonjës janë të angazhuar për realizimin e këtij projekti. Blu Televizion ka siguruar video dhe brenda kantierit të ndërtimeve ku shihet se firmat të cilat po realizojnë projektin, puna është përqendruar në ndërtimin me të gjithë elementët të terminalit të pasagjerëve, ku 10 punonjës po punojnë për plotësimin e tij me të gjitha elementët, por dhe në ndarjen e ambienteve të brendshme. Gjithashtu në Akerni ka përfunduar ndërtimi i kullës së vrojtimit, sa i takon ambienteve se ku do të qëndrojë administrata dhe punonjësit. Në këtë pjesë të projektit puna është përqendruar përkohësisht në plotësimin e ambienteve të brendshme. Në terren mjetet e tonazhit të rënd po punojnë edhe në plotësimin e të gjithë territorit për ndërtimin e pistës brenda standardeve, si dhe po punohet në përcaktimin e hapësirave të ndryshme. Ndërkohë, puna ka nisur dhe për rehabilitimin e rrugës, e cila vjen paralel me projektin.